Përshëndetje të dashur miq. Mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Besoj që keni kaluar ditë të mira dhe jemi këtu sonte për t'i ndarë me ju materialet të cilat i kemi përgatitur për ata që ju i adhuroni. Mbrëmjen e sonte e nisim me një material i cili i dedikohet gruas së parë menaxhere në estradën shqiptare, e cila për vajzat e saj nuk ishte vetëm nën, ishte baba, ishte motor, ishte vëlla, e për të gjithë ne një mike shumë e mirë. Edhe pse ajo fizikisht nuk do t'jetë më në mesin tonë, gjithmonë do ngelet në kujtimet dhe në zemrat tona si një grua e përkushtuar e guximshme e cila sakrifikoi gjithçka për fëmijët e saj. Në vazhdim do të ndjekim lamtumirën e fundit për Mona Ismailin, i qoftë i lehtë ky dhe u preh në paqe. Kur një person është i veçantë në veprat e tij, pa dallim gjinie, gjithmonë duhet kujtuar, nderuar dhe respektuar. Njeriu lind dhe në kohë të caktuar vdes. Nëse Zoti dëshiron, kemi vite jetë. Bëjmë veprimet tona që na caktojnë respektin, mirësinë, dashurinë, urrejtjen e vetit të tjera. Kur vdesim, të tjerët na kujtojnë për atë që ishim, dhuruam e realizuam. Në mesin e atyre që do të kujtohen gjithmonë është Mona Ismaili. Në paraqitjet publike, Mona njihet si nëna e 3 vajzave, Adelinës, Emës e Zamfinës, ndërkaq në anën tjetër ajo ishte një grua e shkolluar që për vite me radhë punoi në bibliotekën kombëtare e pasion kishte shkrimin dhe ditarët personal. Ata që e ka njohur nga afër e dinë se mendja e saj ishte e aftë të gjendej në secilin situatë që jeta i servonte, si një grua e fortë, me ambicie, e mençur dhe me humor të kohës. Mona kishte deklaruar shumë herë se jeta e saj nuk ishte një anviseje që ulej në kohë të caktuar për të parë seriale. Jeta e saj ishte aq dinamike, me vite të trasha tragjedie ndër vite, me momente dashurie që dhuroi për gjithë, me vuajtje të kohë paskoshme, me ato që i dhuroheshin nga njerëz të ligë që rrethonin. Në një formë, Mona e krijoi vetë teatrin, e me rolet kryesore privilegjoi bijat e saj. E publiku i ulur e i uritur në sallë çdo herë prisnin ndodhi të reja në jetën e tyre. Mona Ismaili ishte menaxherja e parë femër, e cila ishte përballë me një shoqëri maskuliste, shpesh herë shëmtuar dhe me ambicie të papërmbajtura, e cila arriti ta ruaj aq sa ka pasur mundësi, sidomos Adelinën nga hienat seksiste, që botën e saj artistike janë munduar ta shndrojnë në një botë seksi, aventure në një botë të pakuptimit. Këtu të ndalemi, Mona menaxhoi filmin e saj, që femrat në atë kohë nuk guxonin ta mendonin e lëre më të tentonin ta bënin. Zonja kishte një botë, një shpirt, një qenie të mbyllur hermetikisht dhe nuk e hapte pothuajse për askënd. Jetoi, u sfidua, punoi, rriti, mbajti 3 princeshat e saj, Adelinën, Emën dhe Zamfinën. Nuk e pati të lehtë, fjala e saj kundër një burri të pushtetshëm, vepra e saj kundër dikujt që gjithë friksoheshin, karakteri i qelekt kundër gjithë dynjas për bijat e saj. E kush e bën gjithë këtë? Vetëm ajo që nuk qahet në prehrin e askujt, por ka forcën fal dashurisë ndaj fëmijëve. Karakteri i saj përbëhej nga këto tipare, direkte, kur shprehte atë që e mendonte, e rrept në vendime, realiste më shumë se që duhej. Urrente gënjeshtrën, zbulonte të vërtetën, duke mos lejuar dredhi, në sy të shete e të lexonte shpirtin, o të pranonte në fillim, o nuk të donte kurrën e kurrës. Të dhuronte e të bënte të buzëqeshje ishte detaj që kur nuk e harronte. Ishte dashuruar pas ndjenjes së dhurimit. Kur Mona mungon vetëm fizikisht, ajo mbetet përsëri femra për shembullin e burrërisë, humanitetit, fisnikërisë, të karakterit të hekurt që me aq elegancë manifestoi gjatë tërë jetës. Kjo ishte zonja Ismaili, që nuk duhet ta vajtojmë, por le ta kujtojmë që na dhuroi Adelinën, Emën dhe Zamfinën.
Humbja e saj ishte mëngjesin e të hënës kur një i ftohtë i madh kishte kapluar qytetin, por edhe një heshtje në derën e stradës. Për ata para televizionit, për ata që shfaqen në televizion e për ata në prapaskenat të televizionit. 25 maj. E hënë do të gravohet si dita kur u shuan një grua e fortë, një nën që pa marrë parasysh çfarë do faturohej i luftoi pafundësisht për 3 bijat e saja. Një ish grua që nuk e ndryshoi mbiemrin që të figuronte ndryshe nga vajzat e saja, një njeri që me fjalët, shakat, nervozat, të sharat shpërndante pozitivitet. Mona Ismaili vdiq në moshën 57 vjeçare në banesën e saj në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë pranë vajzave të saja Emës dhe Zanfinës, pas një vuajtje 3 mujore nga kanceri. Me të kuptuar lajmi, banesa të ndjerës po vlonte nga njerëz të afërm të familjes që arritën sa hap e mbyll syt për të kujdesur lidhur me detajet e ceremonisë së varrimit, që do të ndodhte të martën në ora 13. Mona do varroj se me dëshirën e saj të fundit, pra nënës saj Mekës. Adelina, e cila jeton në Zvicër, ateroi në ditën e varrimit në Prishtinë në orën 8:40 mëngjesin me dhimbjen se s'do ta shehte të gjallë, por po vente ta përcjellte nënën në banesën e fundit. Situata po manifestohej ftohtë, me lot e dhimbje nga të gjithë, e veçanërisht nga Ema dhe Zanfina që qëndruan pranë deri në frymën e fundit, duke u kujdesur me të gjitha medikamentet anë mban botës që ishin kundër sëmundjes së egër që u mori nënën. Zanfina e lidhur shumë me të ëmën, po përjetonte mërzinë që s'mund ta menaxhonte, ndërsa Ema po vetëm mbahej duke ngushëlluar motrën e vogël që po i dorëzoi dhimbjes. Ora po shënonte 1 e ditës, kur në Arbëri ishin qindra njerëz që erdhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit të Mona Ismailit. Familjarët po ngushëlloheshin nga të gjithë të pranishmit për humbjen e tyre. Monën ka 30 vite që e kam njohur, ka qenë grua e fortë. Mund të them që kemi humbur një grua të gëzimshme, një grua që gjithmonë ka qenë vetvetja. I letë qoftë dheu për Monën, ngushëllimet e gjithë atyre të cilët e kanë dashur. Vërtet më ka prek shumë ky rast, unë gjithmonë do ta kujtoj Monën me shumë mall, me shumë dashuri, e cila ka dhënë veç energji pozitive, edhe një gru, një nani, femën që ka sakrifikuar shumë për fëmijët e saj, për vajzat e tyre që sot janë divat shqiptare. I shpreh ngushëllime familjes Ismaili, shpresoj që Zoti ja jap këtë forcën e mundshme për me të kalu këtë dhimbje, u prefsh në paqe Mona. Ka qenë e mirë për gjithë neve, kështu që do ta kujtojmë me si një njeri shumë të mirë dhe shumë të afërt me neve, kështu që inshallah në xhenet. Ngushëllim. Ka qenë një gru muj me qujt luanesh. I përjetshëm në zemrat e të gjithë të pranishmëve që u bën një me familjen, do të mbetet kujtimi për Mona Ismail.